Rahim. Falënderimi I takon Allahut të Madhërisëm që na ka mundësuar të qëndrojmë të bashkuar në rrugën e Tij, duke e mbajtur gjallë fenë, traditën dhe vlerat tona fetare, kombëtare dhe civilizuese në tokën mikpritëse të Zvicrës. Salavatet dhe selamet qofshin mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin a.s., udhërëfyesin e njerëzimit drejt dritës së të vërtetës. I nderuari imam I xhamisë, Magjistër Riyad Efendi Aliu, I nderuar dhe I respektuar kryetari I xhamisë Abdul Kadri Bekteshi, prej fillimit na emocionuat dhe na bindët se I meritoni këto 20 vite për faktin që respektuat orarin e kohës edhe inovacionin që paraqitet. Për hajër dhe urime, inshallah. Shumë I respektuar Raisul Ulema, Hafez Shaqir Efendi Fetahu, kryetari Bashkisë Fetare Islame të Republikës Maqedonisë së Veriut, I nderuar dhe I respektuar përfaqësues dhe drejtor për diasporën nga shteti Am, Shqipëria e dashur, Lauren Efendi Luli, pastaj nga Republika e Kosovës, drejtori për diasporën Ekrem Efendi Simnica, nga Presheva, Zotriu Mehmet Efendi Saiti, kryetari Bashkisë Islame atje, shumë miq nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia, nga Presheva, imamlar nga Zvicra, kryetar xhamis, xhamatli, vëllezër e motra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Sot nuk kemi mbledhur vetëm për të numëruar vite, por për të kremtuar një histori 2 dekadëshe në diasporë. 2 dekadëshe të besimit, të sakrificës dhe të dinjitetit tonë. Xhamia Dituria në Gjenevë është dëshmi e gjallë se kur shqiptarët bashkohen rreth një qëllimi të lartë, ata krijojnë institucione kredibile, transparente dhe që kontribuojnë për të mirën e shoqërisë dhe të komunitetit. Në këtë përvjetor, mendimet e para shkojnë për ata që vonë gurin e parë, për imamat e palodhur që mbollën dije, për kryesit që mbajtën përgjegjësinë dhe për çdo besimtar që e konsideroi këtë shtëpi si të veten. Ju falemnderit që ruajtët të gjallë shpirtin ton, gjuhën ton dhe besimin ton, duke e shndruar këtë vend në një streh të sigurt për brezat. Të dashur vëllezër e motra, sot ne nuk nderojmë vetëm të kaluarën, po ne marrim zotimin për të ardhmen. Një xhami në shekullin e 21 është më shumë se një ndërtesë. Ajo është një dritare e hapur drejt shoqërisë zvicrane, ajo është një shtëpi vatani në mërgim, si dhe një shkollë ku rinia jonë mëson të jetë qytetare e përkushtuar dhe besimtare e devotshme. Sfidat që kemi përpara kërkojnë nga ne unitet, maturi dhe një vizion që nuk izolohet, por bashkëpunon, që nuk përçohet, por unifikon. Xhamitë shqiptare kanë qenë në fokus dhe vazhdojnë të jenë në fokus, sidomos në Zvicër. E dini pse? Për faktin që xhamitë po I bashkojnë shqiptarët dhe nuk bëjnë dallime se nga vinë. Elhamdulillah, dhe kjo është një model dhe shembull I mirë se shqiptarët gjithmonë janë ndjetë të bashkuar në xhami, sidomos në Evropë. Prandaj, për hajër bashkimi I shqiptarëve në Evropë. Prandaj, le ta mbajmë diturinë ashtu siç e thotë edhe emri I saj, një burim drite, edukimi dhe mirëkuptimi. Le të jetë kjo xhami një model I transparencës, I kontributit shoqëror dhe I dashurisë për të gjithë. Vëllezër e motra, ju xhamatli të xhamisë Dituria. Allahu është përbleft për çdo kontribut tuaj. Paraja juaj, djersa juaj, mundi dhe koha juaj kushtuar xhamisë nuk kanë shkuar kot. Ja pra, kjo që sot e keni dhe prezentoni tregon se sa I madh është ky projekt për shqiptarët, muslimanët
dhe të gjithë qytetarët e qytetit të Gjenevës dhe më gjërë. Qofshin të bekuara vitet e kaluara, si dhe paqin një të ardhme më të ndritur, më të mirë dhe më të dëlirë. Mbeshin të hapura dyert e kësaj xhamie, sikur që dim t'i mbajmë të hapura përherë dyert e shtëpive të familjeve tona fisnike. Mëshira dhe rahmeti Allahut qoftë mbi merhumet e këtij xhamati, të cilët po të ishin gjallë edhe ata do të ishin bashkë me ne, ndërsa ne sot ata i kujtojmë me dua dhe lutje. Në emër të komunitetit musliman shqiptar në Zvicër, ju përgëzoj nga zemra për këtë jubile. Zoti i shpërbleft të gjithë ata që kontribuan dhe i drejtoft hapat tuaj drejt një të ardhme më të sigurt dhe më të ndritur. Urime për shumë vjet, 20 vjetori i xhamisë Dituria. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Faleminderit shumë i nderuar kryetari KMSH-s Mehas Efendi Alia për fjalët tuaja motivuese si gjithmonë.